Mysafir të rumë, si që thamë fillim, sot gjendemi pra në një ditë veçantë, ditë madhështore, ditën më çmëruar, 28 nëntori, dita e flamurit, dita e pavarësisë shtetit shqiptar, pra cilët ditëlindja e komandantit detendor Anton Jashauri. Dhe pikërisht në ditëlindjen e komandantit detendor Anton Jashauri, në ditën e flamurit, karavanori gjithë Kafshapës, karavanori të Tapetës, karavanori Dardanis, pra shlupi Dardan, pranjush në basën Halimalici, që ta promovojnë fondën për trimat e Çajane, pra qështë të din edhe se Tapet ka të ndrygu për lirinë Adheut, qështë në kohë e ballit kombëtar, pastaj në radhët të ushtrisë, shirimtare të kombëtare, të Kosovës edhe në protestat pra edhe për Kosovën Republikë. Do shkojmë pra për trimat e Çajane për dëshmorët e Tapetës në për trimat e Çajane. Në fti të shmorëve, në fti trimat e tu. Hear me
për gjithë mordot jo për kujtojmi. Oj, falem shumë, nga ti të shmorë.